Këngëtari Rigel Sërajku, i njohur me emrin e Artit Noizi, dëshmoi në procesin gjyqësor ndaj Laert Haxhiut, që sipas bashkëpunëtorit të drejtësisë Artan Tafani, ishte porositës i sulmit me eksploziv ndaj bizneseve të reperit më 8 qershor të vitit 2022 në Durrës. Tritolvënia sipas të penduarit ishte pasojë e një përplasjeje mes Noizit dhe Kleviol Ahmetit. Ky i fundit shok i kreu të bandës së Lushnjës, siç njihet grupi kriminal i drejtuar nga Haxhiu. Para togave të zeza, Noizi tha se një dyshim për motivin e sulmit e kishte edhe para rezultateve të hetimit të SPAK. Një hamendësim e kisha se kush e kishte bërë, po nuk i dhe vëmendje, bëhet agresiv dhe sjell problemin deri te shtëpia. Kur shan dhe kërcënon në rrjetet sociale, ai të vjen dhe deri te shtëpia. Kleviol Ahmeti është personi. Sharjet që nga viti 2019 nuk janë dalur asnjëherë. Njohje me Kleviolin nuk kam pasur asnjëherë as bashkëpunime. Është i fiksuar me mua, kërkon me se s'bën vëmendjen time. Do të bëhet shok me mua, ndërkohë që unë s'dua të bëhem shok me të. Nuk ta shpjegoj dot nivelin e fiksimit të atij me mua. Këngëtari zbuloi detaje për konfliktin me Kleviolin, për të cilin tha se ofendonte prej kohësh në rrjetet sociale duke shfaqur sipas tij sjellje obsesive. Më erdhi në lokal një ditë përpara shpërthimit për t'u sqaruar Demek, vjen me 20 veta. Fjala e parë që thotë është ku është ai Legeni, futet brenda, dalim jashtë dhe pastaj ndodh një konflikt fizik te shkallët e lokalit. Të nesërmen ndodhi tritoli. Ai bën shumë gjëra, por nuk bën asgjë. Ishte live në TikTok gjatë gjithë kohës, tregonte armë në video, e dija që po vinte. Nuk njiha askënd nga ata që shoqëroi Klevioli. Erdhi me makina me 5 të tilla. U largua me makinë pastaj, ishte pasagjer. Prezenca e tij në pronën time duke më ofenduar mua sharjet, u bën shkak për nxitjen e konfliktit. Për Laert Haxhiun që po gjykohet për 14 krime në gjykatën e posaçme, Noizi deklaroi se nuk e kishte dëgjuar ndonjëherë dhe emrin e tij pretendoi se e mësoi në media kur u zbuluan detajet e hetimit të SPAK. Kleviol Ahmeti apo Klevio, siç njihet me emrin e Artit, pritet të dëshmojë në proces më datën 10 qershor.